Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahun e falenderojmë për gjitha begatit, ati takon falenderime më i përzemërt dhe më i sinqert. I jemi mirënjohës që na ka mundësu me u taku edhe sonte me vazhdu shoqërimin ton me përpjekjen për me arrit deri te njohja sa më e mirë e porosive të Allahut fuqiplot. Salati dhe selami është për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Javën e kaluar kemi fol për disa ajete nga surja An-Nur, e që flasin për mungesën e gatishmërisë së një kategorie të njerëzve, të cilët edhe pse thonë e besuam Allahun edhe pejgamberin, kur u thuat hajdeni pra që Allahu edhe pejgamberin me ju mësu qysh me vepru, qysh me u sill, qysh me u xhind. Ata me gjyku për juve një pjesë e tyne shmangen, lajthiten, ndrojnë drejtim, dhe ata nuk përgjigjen pozitivisht përderisa nuk janë shumë të sigurt se ju vjen mirë në kuptimin e ngushtë edhe sipas mënyrës së tyre të mendumit. Dhe Allahu i madhëruar e ka përmend apo ka thonë, a thua zemrat e tyre janë të smuta, apo dyshojnë në vërtetësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo kanë frikë se Allahu s'ka me gjyku drejt me ta e kështu me radhë, dhe në fund Allahu thot, por jo ata dhe pikrisht ata janë vetë të padrejtit. Sot do të vazhdojmë me një 2-3 ajete ose 4 ajete në vijim, pra në surën Nur, ajetet 51, 52, 53, 54. Por arsye se këto ajete në vijim tash e paraqesin një fotografi tjetër. Në të njëjtën temë, ftesa për me gjyku, ftesa për me u nënshtru Allahut fuqiplot, po te rasti i parë e patëm përgjigjen e hipokritëve, atyre të cilët pretendojnë se janë besimtar dhe nuk ka në jetët e tyre asgjë përveç fjalëve, dhe kjo tjetra kategori është kategoria e besimtarëve për cilët Allahu i madhruar thot innama kana qawlul mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Thot kur besimtarët ftohen ose thirren, ajeti 51 surës Nur, që ndërmjet tyre të gjykojë Allahu dhe i dërguari i tij, e vetmja fjalë që e thonë është dëgjuam dhe bindemi. Sami'na wa ata'na. Që kjo fjala sami'na wa ata'na vjen shpesh në Kur'an. Është moto e jetës së besimtarit. Pra e vetmja fjalë që ata thonë është dëgjuam dhe bindemi. Ata janë të shpëtuarit. Ajeti 52 thot, kush i bindet Allahut dhe dërguarit të tij, dhe kush ka frikë Allahun dhe i përmbahet udhëzimit të tij, pra udhëzimit të Allahut në këtë rast, ata do të jenë fitimtarët që do të arrijnë çdo të mirë. Ajeti 53 prap flet për hipokritët. Thot ata hipokritët betohen me betime të forta në Allahun, se nëse do t'i urdhërojë ti, ata do të dilnin në luftë. Thuaj, mos u betoni, dihet bindja juaj. S'keni nevojë me bo besë, dihet çfarë njerëz jeni. Atyne u thot Allahu. Nuk ka dyshim se Allahu e di mirë atë që bëni ju, dhe ajeti 54 thot, thuaj, bindjoni Allahut dhe bindjoni të dërguarit, por nëse ju refuzojnë, atëherë ai është përgjegjës. Pra nëse ata refuzojnë me u bind Allahut dhe pejgamberit, atëherë le ta dinë se pejgamberi është përgjegjës vetëm për atë që i është ngarku, dhe ju jeni përgjegjës për atë që ju është ngarku. Nëse ju i bindeni atij, atëherë keni gjetur të vërtetën, i dërguari ka për detyrë vetëm ta kumtoj qartë mesazhin. 54 ajetet e surës Nur, që është pjesa tjetër e asaj që kemi fol javën e kalume. Janë ajetet qarta, nuk ka nevojë shumë sqarime me bë për me i kuptu.
po jo rrallë kemi nevojë me fol, por me u bindë se çysh do të me konë rruga dhe çysh do të me qenë zgjidhja e problemeve tona. Në vëllezër, e kom përmendë edhe javën e kalume në surën Nur, sidomos po edhe në komplet Kur'anin, kur lexojmë ajete, e shohim se Allahu nga njerë thot, Allahu di e ju nuk dini. Me këte Allahu don me na tregu se si njerëz përballemi me situata të ndryshme, në të cilat e para nuk ja dalim vetë me gjetë zgjidhjen, rrugdaljen. E dyta kemi nevojë që me na mësu dikush me garanci të plot se cila është rruga e duhur në zgjidhjen e atyne problemeve. Edhe kur Allahu thot Allahu di e ju nuk dini, kjo në një farë mënyre e qetë në pah edhe njëherë atë që do të jemi të vetëdijshëm për te, ajo është nevoja jonë për Allahun fuqiplot. Varësia jonë prej Allahut. Këte si besimtar e përjetojmë mirë, si njerëz, pse s'mundemi vetëm i kry punët, edhe pse vetë nuk e dim të gjitha gjanat, është dobësi, po pikrisht me qatë dijen e Allahut fuqiplot, me qatë mundësinë e Allahut, ne i plotsojmë ato mangësi të cilat i kemi në jetë, edhe askush ma mirë se sa Allahu me dijen dhe me udhëzimin e tij nuk na i plotson ato. Njerëzit në situata të caktuara kanë nevojë edhe ndërmjet vete me nda drejtësinë. Hasin në mospajtime, në kundërshtimet ndryshme, mosmarrveshje, nganjëherë edhe konfliktohen. Në të gjitha këto situata ka nevojë që dikush të gjykojë ndërmjet tyne dhe ata që gjykojnë kryesisht ja qëllojnë atë sa kanë dije. Dhe gjykimi i Allahut në rastet e këtilla është i garantuar për shkak të gjithë dijes së Allahut të madhëruar. Dhe pikërisht për këtë, Allahu i madhëruar jo rrallë përmend në Kur'an që të sprovë që njerëzit binë pothuajse në bazë dietore në te. Kanë nevojë që të gjykohen edhe të lypin drejtësi, po të lypin edhe zgjidhje për problemet e tyne, edhe askush më mirë se Allahu nuk i ofron ato zgjidhje. Dhe për shkak të kësaj, Allahu i madhëruar i jep pastaj edhe këta shembuj konkret se çysh sillen njerëzit, edhe në secilin shembull Allahu tregon edhe që kjo është një rrugë, po kësaj rrugë nëse vazhdon, ki me përfundu qëto. Kjo tjetër është një rrugë tjetër, që është rruga e qëllume, po nëse kësaj vazhdon, atër ki me arrit të suksesi. Ajetet që i kemi trajtu javën e kalume, flasin për mungesën e gatishmërisë njerëzve me u gjyku te Allahu, ose me pranu atë që Allahu ka thonë, me pranu atë që Allahu e ka ofru si udhëzim. Edhe për këta njerëz, për shkak të atij refuzimi, këta njerëz pra që janë hipokritët, Kurani i çon kështu, për shkak të këtij refuzimi, Allahu i madhruar ka thonë: "Wa ma ulaika bil mu'minin." Këta nuk janë besimtarë. Për arsye se besimtari përveç deklaratave ka edhe çndrime. Përveç çndrimeve ka edhe vepra konkrete, ka edhe praktik. Është bindja e brendshme, për cilën flasin deklaratat, dëshmit, shahadeti. Pastaj janë çndrimet edhe pastaj janë veprat, edhe të gjitha këto e përbojnë tansin e besimet. Edhe kur mungon njëna pjesë, për shembull është prezente teoria, ose më mirë me thonë, është prezent pretendimi, po mungon praktika, Allah i madhruar e Muhammed thotë këta nuk janë besimtar. Ndërsa në rastin tjetër tash thotë innama kana qaulul mu'minin, përgjigja e besimtarve, tash këtyne po ja u pranon se janë besimtar, thot është që nuk thonë tjetër gjë kur të thirrën me u gjyku tek Allahu dhe i dërguari i tij, përveç se thonë sami'na wa ata'na. Edhe po dëgjojmë me vesh, edhe po bindemi me qenjen tonë. Sigurisht që kjo tema e sami'na wa ata'na është temë evidente, prezente në Kur'an, madje menoj që edhe jo të gjithë nuk është se nuk keni dëgju për këtë temë. Sa herë kemi folë për shembull për ajetet e fundit të surës Bekare.
Lillahi ma fi semavati wa ma fi l'ard. Allahut I takon çka ka në qiell edhe në tokë, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. E nëse ju e shfaqni atë që keni në zemrat e juja, ose e fshehni, Allahu atë e di. Edhe do t'ju gjykoj, do t'ju llogaris për te. Kur ka zbrit kjo ajet, sahabët kanë thonë, ja Rasulullah, jemi shumë të bindur në fjalët e Allahut, po që kjo ajet për na shqetëson. Pse? Thot kjo ajet thot për na shqetëson për shkak se na po mundohemi me u përmbajtur në qëndrimet tona, në veprat tona, edhe në fjalët tona, po s'kemi kontroll mi mendimet tona. E Allahu po thot edhe për atë çka mendoni, Allahu ka me ju llogarit, thotë kjo po na shqetëson shumë. Edhe sahabët kur të këshërsh këtë reagim nuk e kanë pas pa vend. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është që nuk e ka kuptuar prej tyne shqetësimin, po për mos me I lanë me ju shmangë nga rrugës së qëllume, ka thonë, a mos po doni me thonë si kur ata që ishin para jush, kur I dëgjuan fjalët edhe udhëzimet e Allahut që thanë semi'na wa asajna, po dëgjojmë, po s'po bindemi, po nim, po s'po ngojmë. Qështu mos gaboni me leju ju me ndodhë. Sahabët thanë, çka me bëja Rasulullah? Thanë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoni, semi'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Na edhe po dëgjojmë, edhe po bindemi, kërkojmë faljen tonë dhe Zoti ynë tek ti është kthimi. E thanë këtë lutje që ja u mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që o Zot, edhe nëse kemi ndonjë mendim në kokën tonë që s'u ne kontrollojmë, çysh duhet, e ti ki qasje, e din, edhe si I kënaqur me te, na kërkojmë falje për atë. Thot transmetuesi, kur fillon me e thonë këtë lutje, edhe filloj me u bo shprehi në gjuhët e tyne, Allahu I madhruar pastaj e shpalli ajetin e fundit, la yukellifullahu nafsan illa wus'aha, Allahu nuk I ngarkon njerëzit për te asaj që ata kanë mundësi me e përballu. Në këtë rast, fillimisht ishte që edhe përmendime ka përgjegjësi, ndërsa Allahu masane I shpalli tha përmendime, tha si ja u marë parasysh, për arsye se ato nuk keni mundësi me I kontrollu. Edhe si rrjedhoj e kësaj, Allahu, do më thonë, e bën përgjegjësin vetëm në atë që njeriu ka mundësi me zgjedh. A me menu kështu, a ashtu, a më ka njerë të vinë mendimet cilat ti s'ki kontrol mbi to. Ki për shprehje e për kështu, edhe kësisoj na jemi shumë komod me atë që Allah I madhruar kërkon, edhe pret prej neve, për arsye se lidhet ekskluzivisht me mundësit tona, dhe Allah I madhruar nuk na ngarkon me atë për cilën nuk kemi mundësi. Megjithatë, mbetet sprovë për secilin besimtar me e thonë semi'na wa ata'na. Po dëgjojmë edhe po bindemi. E pastaj, sa do të arrijmë me e konfirmu me veprat tona, ato që parimisht e themi, po dëgjojmë edhe po bindemi, mbetet tjetër muhabet, mbetet sfida e secilit. Qëto ajete që I lexuam edhe I cituam, padyshim që kanë mësime konkrete shumë, janë mësime interesante edhe për to gjithsesi duhet me fol, duhet me mundu me majtë men edhe me I kuptu ashtu si duhet. Prej ajeteve e kuptojmë dhe vllazën se është e ndalume edhe s'ka hapësirë që besimtari kur don me thonë diçka, me deklaru diçka ose me vepru diçka, me zgjedhjen e tij me dal prej kornizave të asaj që Allah I madhruar udhëzon. Nuk ban. Pyetet kushdo për një gjatë caktume, ai do të më dhon përgjigje me atë sa din, nëse s'din normal, thot nuk di, ajo është tjetër muhabet. Mirë po kur din, nuk bën me thonë ndryshe prej asaj që ka thonë Allahu fuqiplot. Nuk bën me thonë ndryshe prej asaj që ka vendos Allahu fuqiplot. Pavarësisht arsyet. Te ajetet e kalume, dhe ato që I trajtuam javën e kalume, tham disa prej tyne, kur janë të sigurt se Allahu thot që ashtu qysh atyne ju bjen mirë, ata vinë pastaj me
Bon dëgjueshëm ndaj Allahut, mirë po kjo dëgjueshmëri nuk llogaritet ibadet. Pse? Për arsye se ata e ndjekin kajtën e tyne, e ndjekin dëshirat e tyne, e nuk e pasojnë parimisht udhëzimin e Allahut fuqiplot. Për këtë arsye, Allah i madhruar kur i përshkruan besimtarët, i përshkruan pikërisht me këto fjalë që besimtarët nuk kanë përgjigje tjetër kur thirrën tek Allahu edhe i dërguari i tij, përveç se thonë semi'na wa ata'na, dëgjuam dhe u bindëm. Në surën Ahzab, Allah i madhruar thotë: "Ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim." Nuk mund të ketë besimtar në kuptimin e drejtë dhe të plot fjalës, ose besimtare, që kur Allah dhe i dërguari i tij vendosin për një gjë, që këta pastaj me thonë, ja, qëto s'po e dojmë, por na po dojmë ndryshe. S'ka mundësi edhe besimtar, edhe me vepru qështo. Ndërsa në ajetin e parë të surës Hujurat, Allah i madhruar i fton besimtarët prap, ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besu, la tuqaddimu bejne jedejillahi wa rasulih. Mos qitni asgjë para Allahut dhe të dërguarit të tij. Përfundimi i këtij ajeti, që s'ka fjalë të besimtarit, përveç se semi'na edhe ata'na, përfundimi është shumë interesant. Allah thotë: "Wa ulaika humul muflihun." Këta janë ata që i adolën, këta janë ata që janë të suksesshmit, këta janë ata që shpëtuan. Në të vërtetë fjala felah, se muflihun që përmendet në Kur'an, përmendet edhe në fillim të surës Bekare, përmendet edhe në shumë vende në Kur'an, fjala muflihun, është e të njëjtës lloji me fjalën që e kemi në ezan, hayya 'alal falah. Na e përkthejmë, themi e janë në shpëtim. Felah nuk është vetë shpëtim. Shpëtimi është një pjesë e felahit. Felah është sukses i plot, ashtu që ai që arrin felahin, e arrin atë që e dëshiron, edhe sigurohet prej asajt cilës i druhet, prej asajt cilës friksohet. Do thënë, diçka që dënë, që ato e arrin, diçka prej cilës ke frikë, prej asaj Allah i madhruar të siguron, edhe kur thuhet muflihun, ulaike humul muflihun, këta njerëz pra e arrin pikërisht atë që dojnë, edhe sigurohen prej asaj që nuk kanë dëshirë me ju ndodhë. E nuk ka garanci më të madhe se sa me u bindë Allahut edhe të dërguarit të tij, për me arrit atë që synon edhe dëshiron njeriu në jetën e tij, po njëkohësisht edhe me u siguru prej asaj e cila eventualisht mundet me i bë dëm. Ajeti tjetër, Allah i madhruar thotë: "Men yuti'i Allaha wa rasulahu wa yakhsha Allaha wa yattaqi." E ai i cili i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij. Pra te fjalia e parë është me ju bindë Allahut dhe të dërguarit të tij. Fjalia e dytë, wa yakhsha Allah, edhe ka përullje ndaj Allahut, khashje. Wa yattaqi, edhe ruhet prej asaj që Allahu ka ndalu. Fa ulaike humul faizun, këta kanë me fitu. Këtu Allah i madhruar në këto 3 fjalit shkurta, ai i cili bindet Allahut dhe dërguarit të tij, i druhet Allahut edhe ruhet prej asaj që Allahu ka ndalu, e vrejmë një dallim interesant. Me ju bindë Allahut edhe të dërguarit, shpesh herë përmenden bashkë në Kur'an. Për arsye se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na mëson diçka tjetër përveç asaj çka na mëson Allahu. Nuk na porosit me diçka përveç asaj me çka na porosit Allahu. Për atë arsye ka ardhur me yuti'ir rasula faqad ata Allah. Ai i cili i bindet pejgamberit, ose ai i cili bëhet i dëgjueshëm për pejgamberin, respektues për pejgamberin, ai bëhet respektues për Allahun. Mirë po kur flitet për drojen ndaj Allahut, për frikën ndaj Allahut e kështu me radhë, Allahu aty e përmend veç veten për arsye se pejgamberi është krijesë. Ndërsa lidhja jonë me krijuesin është ajo e cila duhet të ngritet mbi bazat e devotshmërisë, të poruljes, të nënshtrimit e kështu me radhë, e që në këtë rast edhe pejgamberi sikur na do të më nënshtru Allahut fuqiplot, madje jo sikur na, po ai në mënyrën më të mirë nënshtrohet. Dhe këtu e kemi dallimin.
ai I cili bëhet I dëgjueshëm ndaj Allahut edhe pejgamberit, pastaj është I përulur ndaj Allahut edhe e ka frikën e Allahut, pra jo frikën ndaj pejgamberit, se s'ka logjik, ata do të fitojnë me të gjitha mirësitë. Edhe këto është dëshmi të nderulazën se ato gjëra të cilat I takojnë vetëm Allahut, si krijues, si Zot, si zotërues. E kështu me radhë, në ato as Kur'ani, as Sunneti, as na si besimtar, kur nuk I japim hise dikujt krahas Allahut. Jo me thonë përveç Allahut adhurimin m'ia bë dikujt tjetër, po krahas Allahut adhurimin m'ia bë, kjo nuk ndodh në asnjë mënyrë dhe Kur'ani mënyrë shumë të qartë I ka definuar dhe I ka kornizuar, ka bë kornizën e këtyre gjanave. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte shumë I vëmendshëm edhe I kujdesshëm. Nëse ndonjëri prej njerëzve I thonte çka don Allahu edhe çka don ti bëhet, ai menjëherë reagonte edhe I thonte qysh ti po mbon mu të barabartë me Allahun, unë jam njeri, dëshira jam nuk është e gjithë realizueshme. Veç do të më thonë veç çka don Allahu. Për arsye se edhe unë si njeri jam I varur prej dëshirës së Allahut. S'ka mundësi, për shembull, nganjëherë njerëzit të kaluar është përdorur më shumë te na, I kanë thonë dikujt në dorën tonën edhe të Zotit. Jo. Në dorë të Zotit jemi të gjithë, në dorë të njëri tjetrit nuk mundemi me kon, për arsye se nuk kemi absolutisht kompetenca. Që të kuptohet se rruga e besimtarit, rruga e nënshtrimit të besimtarit, është rrugë e cila aplikohet në jetë me të gjitha elementet, me të gjitha detajet. Besimtari s'ka mundësi me pas qasje selektive. Me thonë, qëto po e marë, qëto ajete po I marë, qëto po I la, qëto farze po I kry, qëto s'po I kry, qëto harame po I braktisë dhe po largona për tyne, po qëto tjera të valla s'ka mundësi me u largu për tyne. Pra, nuk ka mundësi njeriu që shto me konë besimtar. Njeriu ka mundësi me konë besimtar vetëm atëherë kur, jo vetëm deklarativisht, gjithsesi, thot semi'na wa ata'na, po dëgjojmë, po kuptojmë, edhe parimisht po bindemi edhe po vendosim që vetë çështu kena me vepru, çështu kena me jetu. A ka me bo masanej besimtari gabime? Sigurisht po. Ka me bo gabime ndoshta edhe për gabimeve të mëdhaja. Edhe me to nuk del prej kornizës së besimit, derisa janë gabimet të cilat bëhen natyrshëm. Po parimisht besimtari nuk zgjedh me thonë qëra unë që tash spi alkohol veç zgarantoj që mas 2 vjetëve s'kom mja njës. Besimtari që shto nuk thot. Nga njëherë besimtari mundet me u mashtru edhe me e bo një vepër e cila është haram, është rreptësisht e ndalume. Por nuk e bon sistematikisht, nuk e bon me qëllim. Edhe në nështrimin ndaj Allahut. Jolla, po duhet çto punë të namazit të ibadetit shumë ka thonë Zoti, po ato punë tjera të të tregtisë, ose të punës, ose të karrierës, ose të profesionit, ato du me I bon ndryshe, jo besimtari kështu nuk ban. Besimtari I përgjigjet Allahut fuqiplot, ashtu qysh ka thirr Allahu kur ka thonë, ja ejuhelledhina amenu dkhulu fi silmi kafe. Ojo që keni besu, futuni në konceptin e nënshtrimit në tansi. Wala tattabi'u khutuwati shejtan, dhe në asnjë mënyrë mos I ndiqni hapat e shejtanit. Kjo tregon se me thonë diçka po marr, diçka po la, është metodologji e shejtanit, është metodologji e atij I cili don me na shmang prej rrugës së Allahut fuqiplot. Gjithsesi, duhet me kuptu se bindja edhe respekti është koncepti I cilin Islam e ka edhe aplikimin në rrafshin horizontal. Tash për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka urdhënuar diçka, sahabët me nxitim e kanë çuar në vend urdhnin e pejgamberit alaihi salatu wassalam. U ka një herë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të fol në xhami, edhe ka hyrë dikush
Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë ulo. Po që kjo fjala ulo e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është dëgju edhe jashtë xhamisë. Thuhet Abdullah ibn Mesudi u kontuar në xhami se e ka një ulo o ul që aty në rrugë. Edhe derisa u kry krejt ajo ceremonia, kur u dal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, pse po rrin këtu? Ka thonë vallahi ja Rasulullah, unë dëgjova të thonë ulo edhe ula, nuk mujta me refuzu urdhnin tënd. Ka thonë nuk e pata me ty, se unë ty as që të kom pa që jetu najt në kom, po njonit në xhami i thash. Do thonë sahabët janë konë shumë të gatshëm që çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me e çu në vend. Ka pas edhe njerëz të atill që nganjëherë kanë kontestu urdhin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e Allah i madhruar për këtë thot فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Le të kenë kujdes ata të cilët parimisht dojnë me e kundërshtu urdhin e pejgamberit, që të mos i godas ndonjë sprovë e rëndë ose ndonjë ndëshkim i dhëmshëm. Pra sahabët që shtojnë kanë. Ka respekt edhe për dikon që s'është pejgamber. Për shembull na flasim për dëgjueshmërinë ndaj prindërve, edhe respektin për ta, që është pjesë shumë e rëndësishme e udhëzimeve tona praktike. Po këtu pastaj kudo që ka kësi relacionin mes njerëzve, nuk është për ulja dhe dëgjueshmëria e pakusht. Për shembull, edhe baba, edhe nana, edhe kushdo tjetër, nuk do të me u dëgju pakusht. Po du të me u dëgju vetëm aty ku nuk ly prej teje me hynë gjuna. Për shembull, Kurani e përmend si temë respektin e prindërve, thotë wa in jahadaka ala an tushrika bi shay'in wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Thotë nëse ata insistojnë prindrit, tash po flet Allahu për respektin, dëgjueshmërinë ndaj prindërve. Nëse ata insistojnë që ti me bo shirk, mos i dëgjo. Fela tuti'huma, aty mos i dëgjo. Pse? Për arsye se ata si njerëz, kur e thash në fillim Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allahu dini, ju nuk dini. Kanëherë prindi lype e vladit diçka, po prindi s'është dit, s'është ja qellu. Thotë nëse ata insistojnë që ti të bësh shirk, mos ju bend, mos i dëgjo. Po prap Allah thot pastaj wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Mirë, po si të kalojsh si të kapitull në atë pjesën tjetër të relacioneve të kësaj jete me ta sillu maksimalisht mirë. Ani pse të ka thonë bën shirk ose bën kufër ose braktise islamin ose çështu diçka. Kjo shumë e rëndë edhe me të thonë dikush për një mend ta don të keqen. Mirë, po përveç kësaj, për te kësaj, prap me prindin dosh me usill mirë sipas asaj që na mëson Allahu fuqi plot. Kjo i bjen që krijesat kemi nga njerë obligime ndaj tyne, kemi obligime edhe të dëgjueshmërisë, mirë po dëgjueshmëria është të kushtëzuar me atë që do të thonë është në rregull, jo me atë që nuk është në rregull. Abdullah ibn Omeri, Abdullahu, djali i Omerit radhiyallahu anhuma, thotë kur besatoheshim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra ka qenë praktike e njerëzve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur dikush ka ardhur dhe ka pranuar islamin, mes tjerash edhe është besatu për dëgjueshmëri, për disiplinë, për respekt, për kujdes. Thot kur besatoheshim kur i besatoheshim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i besatoheshim se do të bëhemi të dëgjueshëm dhe respektues. Thot i shtohej kësaj një kusht, thot fime stata'tum, në atë që keni mundësi. Se nga njerë ti mundesh me dhon besën për diçka, po të kërkohet një gjatë cilën ti s'ki mundësi me e bë. Edhe gjithmonë dihet se është do më thonë kërkesë e islamit që të gjitha obligimet të përmbushen atë sa është e mundshme. Njerëzit, sidomos gjenerata e parë e muslimanëve, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë dhënë shembuj të shkëlqyshëm, të mrekullueshëm se çysh është bindja ndaj Allahut fuqiplot. Transmeton Enesi radhiyallahu anhu. Enes ibn Maliku, njëri prej sahabeve të njoftun që
Kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, Enesi ka qenë 10 vjeçar, ka qenë shumë i ri, i vogël. Edhe pastaj 10 vjet ka jetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë dhe Enesi pothuajse nuk ju ka nda pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po Enesi po thot, isha një herë në Medinë me një shoqni temën, po duke qenë se unë isha më i riu, thotë ishim të nejt aty dhe unë ju bëjsha hizmet. Po në atë kohë, alkoholi alas ishte ndalu. Edhe thot, na pinim alkohol, ose unë ju shërbeja atyne alkohol, në shpit e Ebu Talhas. Edhe thot, duke qenë në atë nej, sikur me thonë, nej e qajit të na, edhe kur rrim, dikush do të me bojë zmet, dikush do të me qitë qaj. Aty, dikush ka bojë zmet, a i ka qenë Enesi, edhe në mes tjera, që ka shërby alkohol. Duke qenë ashtu, thot, ka ardhë njoni, edhe po thot, vallahi, thot, qëtash i zbretën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ajetet që ndalojnë alkoholin. Edhe tash Ebu Talha që ishte i zoti i shtëpisë, tha Enes, nalo, mos na shërbe ma, kapi ato shisha që ka pas në ato ent me alkohol edhe dil derri. Në qatë moment, derisa kanë qenë alo tu u knaqe, tu e shiju e kështu me radhë, ja e ka thonë dil derri. E tha ata në moment i kanë nalë, edhe gotat që i kanë pas, i kanë mbledh, edhe ka dalë Enesi, thot i kom derë në soka, krejt atë sasit të alkoholit që ka qenë aty. As një pik mo kush se ka shtingoj prej ati momenti. Pse? Për arsye se ata parimisht kër janë bo musliman, kanë thonë, ja Rasulallah, na qëkat na thot Allahu, edhe qëkat për cilë shti prej Allahut, na kena me më dëgju. Edhe në momentin e caktum, alkoholit s'ka qenë ndalum, tash u ndalu, e kena dhënë fjallën, s'ka mo me thonë, ja prit veç edhe që ta, ose dhe i nesër, ose dhe i sot një javë, ose kështu me radhë, se më ka met një bure, e s'di qa i baj. Jo, ata në atë moment i kanë derë edhe nuk, absolutisht askosh nuk është marrë mo me atë punë, asë se kanë bo muhabet. Është një rast tjetër, e rrafen Abdullah ibn Abbasi, radiallahu anhuma, edhe kjo djalosh i ri në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ja pa njënit për i burrave një unaz të arit në ngesht, unaz të dukatit. E dukati, si stoli, është i ndalun për mashkuj, është i lejun për femnat. Edhe thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jamur atë unaz, edhe i tha, që të unaz që po e në qëtë ngesht është sikur se me e qitë një gacë të prushit të ngesht, edhe me e majtë në dorë. Nëse jo që tash, në të ardhmen ki me e pasë se qysh është kjo punë. Edhe e merë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja hik për gishtit, edhe a i sahabiu heq as po reziston, as po reagon, as kur gjo, edhe e ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë unaz edhe e gjunë tokë. Mas i shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thojnë këta që ishin aty, thot që kjo unaz e arit ka vlerë. Është ndalume ti si burë, si mashkull, me ustolis me te. Po s'është ndalume me marrë dhe me ja qumë ja dhonë grustane. Ose me qumë e shitë dhe ato pare me i shfrydzu të shka. Dhe për një me, o kone sakt kjo që i kanë dhonë ata. Po a i sahabiu ka thonë, pasha Allahon, një sen që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka marrë për i dorës teme, ka gjunë to kur mos e marrë me e qitë në dorës, në gjep, pas kërkon heq. Qa që ka qenë, nga dishmëria e tyne, mi u bindë Allahot edhe pejgamberit. Përmendet një rast tjetër interesant, dy burra në xhami po bojnë muhabet, në vërtetë s'po bojnë muhabet, po flasin, po komunikojnë, edhe po shkojnë zona të ngrit, për arsye se njëri prej tyne, Kabi ibn Maliko, i njoftën është Kabi, ja ka dhënë do pare hua filanit. Edhe tash në xhami po i thotë o burr, vadja të erdhë, e kalove vadën, ta shtyva vadën edhe një herë, apet kaloj edhe ajo, ti pare si jetu mi këthy, le që si jetu mi këthy, as jetu përgjigj. E fillojnë tash ata ka pak edhe me ngrit zonat, a i tu i thonë, o vlla, ka dalë se jam ngusht, se me i pas t'jepi, po s'po muj me i bo, bambu ngritën zonat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas shpinë gjithë me xhami. Edhe atëherë nuk ka pas kësi dritare me izolim me sene, që ka kanë fol njerëzit edhe në rrugë është një mrena, edhe anas jeltas. Edhe kër e ka dëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rëmujen edhe shamatën në xhami, e ka qitë kryt të dera prej cilës ka hy vetë në xhami, edhe e
e ka thirr Kabin. Ata dy vetë, ata të dy zonat e ngritun, po pejgamberi sallallahu po e thirr njërin. Po i thot, o Kab, edhe ata u nalën të dytë se pejgamberi alayhis salam po thret. Tha urdhna ja Rasulullah. Hiçja tha gjysën e borxhit. Falja gjysën e borxhit. Ja ka thonë këtë fjalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ja kishte thonë gjithkujna. Po ja ka thonë dikujt që e ka ditë se edhe më ja fal gjysën e borxhit shaj si ale. Ja ka thonë dikujt që e ka ditë që edhe në kuptimin e gjymertllëkut ky e ka gatishmërinë me ngu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë, o Kab, urdhnoja Rasulullah, falja gjysën e borxhit. Edhe në vërtet si ka thonë falja gjysën e borxhit, po ja ka po kështu me dorë. Veç me dorë, ja Kab, a ju kthy urdhnoja Rasulullah, ka thonë. I thotë kë gjysën e borxhit e kit falën. Tash po e nin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po thotë gjysën e borxhit e kit falën. Tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot atij tjetrit, o filan, tha urdhnoja Rasulullah, ktheja blicat gjysën. Edhe kryet ky muhabet, domethënë që aty nuk zgat më ajo mosmarrveshja, ai muhabeti se kaniher ato ne dim se njëri pse merr hua. Veç pse on zar. Po menoj nashta ka dikush thot për çef që merr, po s'është logjikshme. Njëri merr hua pse është në zar. Po tash këtu edhe hua dhonsi, edhe hua marrsi do të më respektu një farë etike. Hua dhonsi do të më respektu etikën, mes tjerash etikën edhe të pamirësit. Mos më rëndu, nëse e shes se s'po mundet me i bë për m'ia kthy, m'ia shty edhe vadën e kështu me radhë. Por edhe ai që ka marrë hua, edhe i ka do rregulla që do të më i respektu. Valla ti mora çka çpare ti për një muj det, s'mujta me i bë, e po prit det ti bë. Jo valla, para se më ardha fati një det aty, shka thuj. O valla, e kam afatin mas nesër me ti pru paret, po pasha Allah, s'po kam ka m'ja ngjit. Apo më jep afat edhe një javë, edhe 2 javë, edhe një muj. Edhe unë mendoj se ai huadhansi me logjikën e bamirësit jep afat 3. Po huamarrsi me logjikën e shpërfillësit se bën hesap, nuk i lën tani atij hapësirë as me menu mirë për to, se lemo m'ia shty vatën. Edhe m'ia shty afatin. E lemo m'ia fal. Nuk e lën se thot ky, unë e shlirova, ky s'po bën hesap. Kështu që në kësi relacione të dytë do të me usill me edukat, me etik, do të me usill me bamirësi. Ky që ka mundësi me e shty afatin, e shtyn, po ka mundësi edhe m'ia fal do, s'bëhet nami. A ky tjetri nuk do të me u bë kabullxhi, tash tu i ni këto llafe, këto muhabete, këto udhëzime, tani me thonë hajt se ai e din që është sevap me ma shty afatin, unë s'po mërzit na as me i lyp vadën, nuk ban ashta. E tregoj një batut, njëni kish pas dikuj bartë që shto kohë gjate, që shto të jashty gjitha afatin, por zri i keq me një fjalë, edhe në fund këti i vjen që tonë majët punës, thot burbe, kur do me e këthy qatë bargjë, janis këmi i bobe, thot pasha Allah, që mjep Allah i ymër, sot 2 javë pare t'i ki. I thot kjo qëre, nëse i bjen sot 2 javë, po si bjerë këtë paret, që ka që po t'i fali. Si me thonë, nëse mi ki 500 euro, këthemi veç 400, 100 po t'i fali. Shembo. Edhe mas 2 javë pret s'ka. Kalon një ditë e 2 javë, 2 javë tjera e zatet, thot, pse vrej faqezi, thot, s'mi pru në paret. Thot, ka dalë më rëborë, thot, se qysh t'i lava që ato 100 t'i lava edhe këto tjera. Kjo është kabullxhillak. Kjo është njeriu, për një me mundet me konë zarë, mundet me konë zarë edhe për me shku edhe me i bori gjemi, thonë, o burë, falmi se s'kom ka mja majtë. Jeta qka s'të provan, por nuk do të me konë shpërfillës ndaj ati që t'ka bo mirë. Për arsye se e detyron me u bo pishman që t'ka ka, që thonë të nashë t'ka kvut kanopin. Kjo ke kalim thime e përmend ato që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe jau ka lecu borxhet, atyne që në konë halë, tu i motivu këta që me ja o falë, po njëkohësisht edhe vetë, kur ardhë, a jahudia o ardhë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me lyp hakun e vetë, pejgamberi alaihi wasallam i ka pas borxh. Po ajo sill keq, jahudia o që Amerika dashtë me vra. Ka thonë pejgamberi, jo merë, jo kështu, jo. Jo mëse ngos njerin, ati mund është me thonë veç më sill pak ma mirë, po edhe mund është me më thonë këtheja njerit hakun se i kam borxh. Do më thonë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka qenë shpërfillës ndaj këtyne gjanave. Janë të shumë të shembojt. Është shembulli i Ebu Talhës, radiallahu anë.
Ebu Talha el Ansari, njëri prej sahabeve, ka qenë shumë i pasur në Medine. Edhe pasunia, pa edhe në atë kohë dhe sot, kryesisht pasunia kryesore janë patundshmërit. Njerëzit kanë pare, kur kanë pare, çka bojnë? Blejnë toka, blejnë ndërtesa, blejnë. Patundshmërit janë pasunia më e madhe. Ai mes tjerash ka pas patundshmëri, ka pas disa toka rreth Medinës, disa bashqe anej, po e ka pas edhe një bashqe në Medinë, që ka qenë shumë e lakmueshme, shumë e admirueshme, se ka pas shumë vlerë. Edhe kur ka zbrit ajeti i surës Al-Imran, ajeti 92, ku Allah i madhruar thot lën tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk e keni arrit mirësinë e duhur, atë mirësinë maksimale, përderisa të mos jepni prej asaj që udhimet. A realisht Islami kur lyp kështu juridikisht e lyp që na me dhon prej mesatarës. As me dhon ato që s'na duhet, mos me shndru fukarat në deponi bërlogo. I kem do sene valla s'pi veshje, valla do s'pi mafi, s'pi përdori, hajtë të gjojni fukarat ja jap. Valla bërlog jeto jekti, si jetu i një mu fukarave. Po jep diçka që as mos e jep ato ma të shtrejtën që e ki, po një mesatare, cilën me ta dhonë dikush ty, nuk kështë një keq, i kështë pranu. E që ato du të mja dhonë fukaras. As ma të keqen, as pa tjetër edhe ma të mirën, po nëse jep ma të mirën, ma të vetën. E këtu Ebu Talha, kër e ka një këtë ajet, lën tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nuk keni me arrit kulminacionin e mirësisë, por derisa të mos jepni prej asaj që ju dhimbsen, që e doni shumë, u që Ebu Talha dhe ka thonë, ja Rasulullah, pasha Allah, në te e din që une për kitë pronave që i kam, që të bashkë në qendër të qytetit, ku edhe ty kanë herë të thirë, e vjen aty, e ishtin kom të nuj, e hanë hurma, e rrim në hije, e boj muhabet e knaqëm, pasha Allah në që të mas shumë të edu, edhe pejs ti dakiku që kjo më nuk është e jamja, kjo është e muslimanve, po e lova kof. Pse? E ka të gju një fjallë të Allahut foqiplot, edhe ka dasht me realizu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë Ebu Talha, masi veç po donë që shtu me vepru, s'ki nevoj me elon vakuf kështu tash kush donë me hi medale sene, po daja u akrabave tu. Ki vllaznillak familjar që jenë të varfën, kanë nevoj, a shite e ndaja u paret, a qysh, po kryesorja thot e ka nda Ebu Talha, ma kryesorja nuk e ka majt ma për vete atë punë. Allah i madhruar na e mundsoft që me e kuptu drejt qysh është në nështrimin dhe Allah të madhruar. Allah na e mundsoft që semi'na wa ata'na, dëgjuam dhe u bindëm me u bo moto e jetës sonë. Se funit kjo jetë është kalimtare dhe pikrisht kjo është sprova që qysh ka me dalë rezultatin në ahiret, aje i cili parimisht është i orientum ka jetësimi i kësaj, dëgjuam edhe u bindëm, aje ka mi a dalë, Allah thot për ta ulajke humul muflihun, ata do të arrinë ato që e dojnë dhe do të sigurohen prej asaj që se dojnë. E Zotin a boft prej tyne, Allah është përbleft për momendjen, e vazhdojmë javën tjetër nëse Allah na jep ymër dhe mundësi me temë tjetër. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.